Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për sigurinë e Ballkanit dhe gjeopolitikën me profesorin asociuar doktor Samet Dalipi, mjaft i njohur për analizat e tij që ka publikuar në media jo vetëm në Prishtinë, por edhe në Tiranë dhe me gjërë. Profesor, unë të përshëndes dhe të falenderoj shumë për kohën që gjetët për të zhvilluar këtë bisedë. Faleminderit, nderi është i mi. Profesor Dalipi do ta nisim. Faleminderit shumë. Profesor Dalipi do ta nisim me një zhvillim që është në mbar botën për momentin, është kryefjalë me një telefonat Trump-Putin. Ju mendoni që do të vendoset diçka apo është thjesht hapja e rrugës, ndoshta për më vonë për një arpushim në Ukrainë, edhe për ndarje zonat e influencës? Unë konsideroj se ende palët janë duke punuar për ta njohur më mirë njëra tjetrën në këtë proces negociator që do të jetë mjaft i vështirë dhe mjaft kompleks për të zgjidhur, por besoj se vendoshmëria e presidentit Trump do ta bëj të vetën. Pra sot prisi vetëm thyrjen e akullit, jo ndonjë marrëveshje të mundshme. Unë besoj se do të jetë pas çdo takimi zgjidhja do të jetë më afër, kështu që besoj se takimi i sotëm Trump-Putin do të afrojë gjërat dhe do të jep një pasqyrë më të qartë rreth asaj se cilat do të zgjidhja përfundimtare për Ukrainën. Zoti Dalipi, me ankth të madh po e presin edhe liderët evropian këtë bisedë, këtë telefonat, të cilët i ka zgjuar nga gjumi Trumpi, por në mënyrë indirekte apo e bën Europën më të madhe tani duke rikthyer, ndoshta për ta bërë një superfuqi se ka qenë në mbrojtjen e SBA-s, por tani duke dalë vetëm mund tregoj dhe potencialin e saj. Unë konsideroj se po, edhe pse politika jashtme amerikane ka synimin që ta bëjnë më së pari Amerikën më të sigurt, më të fortë edhe më të begat. Trump po u çon mesazhe aleatëve evropian, nëse doni paqe, investoni ju në paqen. Nëse doni siguri më të mirë, nëse doni shëndetësi më të mirë, investoni në shëndetësinë për shëndetin tuaj. Në kuptimin e asaj se Amerika nuk i bën më për ju, andaj ju bëni vetë. Kjo është një qasje pragmatike amerikane që ndoshta ka munguar deri tash, sikur evropianët kanë qenë të lidhatuar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, sidomos në fushën e sigurisë, ku e gjithë bara në të kaluarën ka rënë në presidentet e respektive në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Unë konsideroj se kjo do të fuqizoj Evropën, do ta këndellë Evropën dhe njëkohësisht do ta bëjë më të pavarur nga Amerika. Megjithatë, nuk besoj se evropianët kanë kapacitete, në të vërtetë kapacitete ekonomike të gjitha ato i kanë, por që të mund të bëjnë diçka të përbashkët në aspektin e fushës mbrojtjes dhe sigurisë, për shkak të kompleksitetit të vendimmarrjes në BE dhe interesave të cilat shtetërore të shteteve anëtare të BE-s, të cilat shpeshherë i vënë interesat e veta para interesave evropiane. Kështu që nuk e kemi rastin siç janë amerikanët, të cilët të themi edhe një nacionalizëm amerikan, nuk e kemi një nacionalizëm evropian, të themi. Dhe kjo është arsye që Amerika mund të bëj në këtë aspekt shumë, kurse evropianët e kanë këtë handicap. Profesor, tek politika jashtme amerikane e Trumpit, në momentin nëse do marrim rastin e një jalti të dytë të ndarjes së zonave të influencës, Ballkani rrezikon? Është mjaft signifikative kjo çështja e Ballkanit për shkak të interesave të shumta të cilët ndërlidhen me Ballkanin. Është i hapur interesi rus për Ballkanin. Ju e dini nëpërmjet satelitit të saj, sidomos Serbisë. E do një dalje në det.
E doni natyrisht nëpërmjet Rusisë që ka qenë pretendim i përhershëm i Rusisë, respektivisht që nëpërmjet të Serbisë të del në ujërat e ngrohta të Adriatikut. Këtu kemi ndoshta edhe interesat të Turqisë, faktikisht për regionin e Ballkanit. Po ashtu interesat e BE-s për zgjerim në Ballkan, kështu që Ballkani perëndimor është sikur një qendër e interesave të ndryshme të këtyre faktorëve të cilët janë ndikues në politika botërore. Ju folet për edhe interesin e Turqisë, zoti Dalipi. Por në rast të marrim shembullin e një tërheqje të SBA-s, e mbush të hapësirë Turqia? Edhe a mund bështetemi ne? Mund bështetemi ne aty? Se sot kemi parë aleancën 3 palë që Shqipëri-Kosovë, ndjes se ju ndërpreva edhe Kroaci, pra ka ardhur momenti i aleancave pas 2 dhe 3 palë, duke parë situatën si me NATO-n, si me armatosin e Europës, por tek Turqia ne mund të mbështetemi? Turqia faktikisht është një aleat mjaft i besueshëm, sidomos për ne. Kosova, të themi, ka raporte shumë të mira me Turqinë, vetëm se ajo duhet të plotësohet edhe me investime ekonomike në Kosovë, dhe do ta përmbyllte mirë këtë mozaik. Shpeshherë kemi deklarata të liderëve turq të cilët vazhdimisht çojnë mesazhe se Kosova është një prej vendeve ku Turqia natyrisht ka interesat e veta dhe ka interesin që shteti i Kosovës të ecë të prosperojë. Pra vllai i madh në këtë rast e ka mbështetjen reale, jo si në rastin e Europës më tej që po rrit pazarin për mbrojtje. Po. Ajo qëndron në këtë aspekt dhe unë besoj se megjithatë Kosova e ka një aleat, të themi, strategjik, jo vetëm për shkak të një afërsie, të themi, për shkak të origjinës së shumë qytetarëve në Turqi, të cilët kanë me origjinë shqiptare ose nga kjo pjesë, Turqia dhe Kosova kanë përveç këtë çështje emocionale, kanë edhe interesin e tyre për të bashkëpunuar edhe në të ardhmen. Profesor, një pyetje të fundit kam. Pak ditë më parë që djali i Trumpit në Serbi bëri disa deklarata të forta që kaluan heshtjen në Prishtinë, heshtjen në Tiranë. Por përveç kësaj të deklaratave, edhe mendimin tuaj i rruten cili është skenari më negativ që Trumpi mund të ketë për Kosovën, se shumica ndalen tek rishikimi i kufive. Skenari më i keq është, të them, ai i lënies ndonjë elementi lidhës me Serbinë, që konsideroj se do të ishte shkatrimtar për Kosovën, por nuk e pres këtë. Unë pres që Shtetet Bashkuara të Amerikës do të ketë një vazhdimsi të politikës së saj kashfi Kosovës. Dhe pres që brenda mandatit të Trumpit të arrihet marrëveshja me Serbinë, e bazë për këtë do të jetë marrëveshja dhe aneksi i Ohrit. Natyrisht, Kosova do ta ketë problemin kryesor tash lidhur me asociacionin e komunave të Kosovës, komunave me shumicë serbe në Kosovë, dhe thjesht betejë kryesisht do të jetë në mes palëve për cilësinë e këtij asociacioni, sepse serbët ju e dini se kërkojnë që asociacioni të ketë kompetenca ekzekutive, kurse për Kosovën kjo është tragjike nëse ndodh. Profesor, unë të falenderoj shumë për analizën,
për situatën Kosovë në rajon dhe gjeopolitikës në tërësi. Jam shumë i njohës për kohën dhe për mendimet, për opinionet tuaja. Faleminderit shumë.